si lind shpresja poetike tek juve? Cilat ishin ato ngacmimet tuaja të para, të cilat ju bën juve të udhëtoni apo të jetoni kaq afër me vargun dhe me poezinë? Ngacmimi i parë poetik në fëmijëri ka qenë një, se ta them me këto fjalë, një mënyrë për të shpëtuar në halli. Mos gaboj, kam qenë rreth 13 vjeç dhe kanë qenë këto aktivitetet që bëheshin për festa tematike, 7-8 marsi më kujtohet mirë, po ka qenë një poezi që duhet gjeja ai profesori, madje më shumë se profesori i shkollës, ishte i Pallatit Kulturës. Edhe sosh gjeni vetë nga autorë të ndryshëm një poezi për nënën apo për mësuesin, edhe hajtë mi thoni mua dhe e bukur nuk më kujtohet se për ka qenë nga të dyja, për nënën apo për mësuesin, kërkoj nuk gjej dhe i bie një 4 strofa, i shkruaj vetë për një 3-4 ditë edhe e mbaj mend që kam shkuar me një lloj druajtje që do ta pikas apo jo, edhe nëse e shikon shumë e mirë thot. Pra thash, poezia e parë ka qenë një mënyrë për të shpëtuar në halli. Puna e sot se poezia është bërë një hall. Jo një mënyrë për të që të duam të heqim dorë, nuk heqim dot. Edhe në ligjëratën tuaj në mënyrë inversive, po i kapni detajet poetike dhe po i konvertoni në bashkëstudim. Sot e vërtet është që është bërë hall, domethënë është në kuptimin nuk i shpëton dot. Nuk i shpëton dot kaq ngacmimeve të përditshme, të jashtme, të brendshme, të cilat duan s'duan edhe gjithsecili ka gjetur një mënyrë në shoqëri. Politikani në mënyrën e tij, dikush po themi te një psikolog apo te njerëzit të afërm. Mbase poeti ka atë mënyrën e tij që thjesht është poezia, paga shumë një lloj ditari i mbajtur por në mënyrë artistike. Mirë. Sigurisht që ngacmimet e para poetike janë të ruajtura në kujtesë gjatë, sepse është edhe përvoja e para, apo jo, është ai impulsi i parë që ti merr nga poezia. Na i rikujton dot to vargjet për mësuesin. I rikthesh dot dhe prej sa kohësh po bën kjo poezi? Nuk, sinqerisht nuk e mbaj mend, nuk e mbaj mend sepse thash ka edhe nëse u kujdesa që shpresha një mënyrë për të shpëtuar në halli, akoma nuk kish lindur ky komunikim i brendshëm për cilin fola më pas. Më pas erdhi një periudhë. Ndoshta komunikimi i brendshëm ka qenë, por nuk ishte formuar koncepti. Ose mund të ketë qenë i fshehur, më pas tash erdhi, domethënë që u kristalizua. E qartë. Dalim tek ideja që poeti lind dhe nuk krijohet, nuk formohet, nuk bëhet gjatë rrugës apo jo. As bëhet fjalë që lind dhe pastaj unë them që është një rrugë shumë po themi më e vështirë që ai të bëhet gjatë rrugës. E rëndësishme është ndjesia poetike. Pastaj në punishten e tij poeti mund të ndërtojë gjithfarë unazash, metaforash apo labirinte poetike, por çështja qëndron se sa afër qëndron ai me lexuesin. Sa afër është ai me lexuesin. Një nga mbase them mënyrat që ne na duket pak më lehtë, paktën edhe ty po edhe mua, sepse të dy përveç se shkruajmë, jemi edhe mësues letërsie. Dhe gjëja më e lehtë është që të bësh metafora, të bësh rima. Puna është në varësi apo në shërbim të kujt vjen këto. Dhe kur them janë ato ngacmimet dhe ndjesitë e brendshme apo ato reflektimet, poezia duhet të këtë reflektimi. Po themi në paktën unë sot mendoj mendimi, jo të ndjenjës dhe të emocionit. Unë përsëri nuk besoj se një poezi është dinjitoze nëse thjesht është ndjenjë dhe emocion. Unë them është një mendim rreth ca situatave që ne na krijojnë ditë për ditë dhe nuk i shikojmë. Puna është që metafora pastaj të vendoset në funksion të tyre. Ajo të gjej vendin e saj, këtë vendin e dur. Mirë, pa humbur kohë do të njohim shikuesit e televizionit me poezinë Lutje.
Ta ndjekim dhe të kthehemi në studio. Frika për ekzistencën time nis fill pas ikjes përfundimtare. Sepse vdekjen zgjodha për të folur, edhe heshtjen, sa t'jem gjallë. Në doni të më njihni, varrin rrëmihni. Arkivol i mbyllur prej kapakësh libri dhe brenda hieroglife, milingona kujtese, renditur shkretëtirës. Lëkur më shtekne. As shpat gjue që vringëllin akuza, as gjëmim kordash që jehon oratori, përkundrazi, kjo është gjuha e vetme që në të gjallë zgjodha për me mecëri. Me një rrëfim në kish ngjason aq shumë. Në heshtje, në vetmi, me një falje hynore, me një lutje pa tinguj, boshtë për shparimës. Kohë, mban të gjallë në kujtesën tënde si një trup i balsamosur zhytur formalinës. Ndoqëm poezinë lutje. Udhëtimi në notat e saj ishte paksa i trishtueshëm, por kuptohet ka një mesazh të fuqishëm. Mesazh i fuqishëm shpirtëror dhe sigurisht mesazh i fuqishëm njerëzor, ekzistencial. Nga vjen ky shqetësim poetik. Ashtu sikur edhe mund të nënkuptohet nëpërmjet vargjeve, shqetësimi aty është ekzistencializmi. Ne dimi që ekzistencializmi është një nga rrymat e shekullit të 20, cila zori shkrimtar, kryesisht prozator të mëdhenj, të cilët u morën gjerësisht me këtë temë, te poeti këto nuk mund të përbëjnë gjithë thelbin e veprës, por të paktën nëpër poezi të veçanta gjejmë momente të trajtimit. Folëm te shkrimtari, prozatori apo poeti, por ky është një shqetësim i gjithë artistëve. Sepse çupa puna pastaj që po marrin piktorët apo skulptorët apo marrin muzikantë të mëdhenj të gjithë shekujve. Edhe atje ku nuk doli si qëllim në vetvete, syrym, nuk besoj se Van Goghu, supozojmë, apo Beethoveni nuk e kishin këtë shqetësim të brendshëm që në rregull unë po i mbush partiturat apo po i mbush telajot. Shqetësimi gjithmonë ishte çfarë do ndodh. Madje po shikosh pak Van Goghu ndjen në jetën e tij momentet e shumta të përçartjeve, ama vetë se në një moment ai ka qenë krejtësisht i vetëdijshëm, ku po thuaj gjithë punës që i mbaronte ja dërgonte Teos, të vllajt. Domethënë që në këtë kuptim lampat ishin të ndezura gjithmonë. Mua mund të më ndodh çfarë mund të më ndodh në pakujdesin me rrëmujën e jetës sime ashtu si kaloj, por këto duhet. Dhe po shikojmë këtë poezinë e parë që çel librin, kjo trajton diçka tjetër më shumë se kaq. Nëse unë fola ekzistencializmin në kuptimin e veprës, kur themi ekzistencializmin në kuptimin e veprës, është supozojmë edhe për atë zotërin që merret me artizanat dhe nuk e mban vetëm për artist pare, edhe ai shqetësohet.
Po ekzistencializmi në kuptimin e veprës, po themi ka edhe kopshtari dhe bujk. Se në fundit i the farën dhe pastaj priste vjesht. Gjatë gjithë kohës, ai ka një kujdes për atë që ai që e quan si mision të jetës së vet. Dhe kjo është ana, thash, dinjitoze. Komikja e kësaj parësi se poezia ti the është pak serioze. Komikja e kësaj është, po themi, ai që vepra dhe ai që bën veprën. Diferenca midis artistit dhe veprës. Krijuesi dhe krijesa, po e themi, më saktë. Dhe po të shikojmë shqetësimi, në fakt, ose ana qesharake e kësaj, është se krijuesi këtu gabon. Kujton se ekzistencializmi, apo po themi merita e kësaj i takon krijuesit. Nuk i krijon, nuk i takon krijuesit. Po të shikosh aty flitet për notat qeta, për përshpërima, për rreshtje, për memecëri, për jetë, ku jeta apo ajo që ne e quajmë gjallimi nuk ekziston. Atëherë nuk kuptohet për një lloj sakrificë. Çfarë ndodh sot në art? Në funksionin e veprës letrare. Nuk ndodh në funksionin e veprës. Krijuesi këtu bën gabimin e parë që gjithë meritat i marr për veten, nuk pretendon. Shikojmë nëse këtu flitet për ato tone të ulta, për memecëri, për rreshtje, themi dhe për modesti, sot krijuesi del dhe regjoksin, thot ja ku është, po harron që ai është krijuesi dhe nuk i kushton sikur më mendin më të vogël veprës. Mirë, ndoshta do të arrijmë një pyetje tjetër, do të thonë, cili është përgjithsisht funksioni social i poezisë? A ka poezia një funksion social? Meqense jemi në kontakt me veprën dhe roli i saj në shoqëri, roli i saj, madje shpeshherë këtë rol e mbivlerësojmë duke e dhënë autorit, sipas logjikës dhe arsyetimit tuaj. Ne, libri titullohet Dyzim. Dyzim në kuptimin e asaj që ne gjithmonë jemi ajo që ka na shohin të tjerët, apo që ka shohin vetë në pasqyrë, dhe çka jemi në të vërtetë. Jemi dhe çka fshehim brenda vetes, ose ai që banon brenda nesh. Edhe koha ka treguar që veprën e mirë, ose vepra e mirë është bërë nga ata artistë të cilët janë marrë me këtë dytim. Madje një poezi tjetër pak më pas aty e trajton, thot brenda nesh jeton gjykatës. Janë marrë me këtë dytim pikërisht, jo me të parë. Dhe nëse do flasim që t'i parë dallues, po themi një artisti do ishte ana sociale e duhet të parit. Duhet gojës, stomakut, i duhet, po themi, bustit në të rësi, pra i duhet manekinit, supozojmë veshjet e ndryshme që qëndrojnë e bizhuve. Dhe unë them që këto duhet, ana sociale me që ishim, duhet të jenë si pjesë të vogla të së tërës, e tëra e shumë se sa kaq. Edhe nëse folëm për ekzistencializmin, nëse do mendonim për atë njeriun e parë, fizikun në askush nuk në ka vënë thikën në fyt. Askush sot nuk ka pranga. Askush nuk është i mbyllur brenda një burgu. Por këto të gjitha ekzistojnë. Të gjitha ekzistojnë. Dhe nëse do t'i kthehemi metaforës, që tham pak më parë, kuptimi metaforik, ne sot prap jemi brenda ca burgjeve të tjera, ca birrucave të tjera, mund të jenë pjesë e mentalitetit shoqëror, po themi e mentalitetit shqiptar, por jam i bindur edhe atje në Amerikë,
Kudo. Kemi edhe sot e kësa dite po të shikojmë ose marrin vesh kryesisht dalin në formën e lajme në periudat e fundit të jetës filan poeti apo shkrimtari që edhe atje ka burgje spiritual. Sikur edhe të mos e ketë emrin fare, po flas për autorë të ndryshëm që i kanë pasur emrat në CIA, e dim që një nga problemet që shkaktoi apo një nga këto lloj përndjekje që shkaktoi edhe deri prishjen e parametrave psikologjik, supozojmë te Hemingway, ishte pikërisht sa i kishte emrin, po dhe sikur mos e kesh, ka ca burgje shoqëror. Ne Domethënë, ju mendoni që artisti, pa dashur të ndërpres fjalën, mendoni që artisti ka nevojë për një liri dhe përgjithsisht vetë njerëzit, shoqëria, gjindja e madhe sociale ka nevojë për një liri apo jo, për një vërshim të lirisë së brendshme shpirtërore. Por ja që edhe nga ky vërshim i lirisë së brendshme të artistit neve duhet dim ta administrojmë atë. Sepse në të kundërt pra shoqëria dashur pa dashur ndërton burgje, ndërton kufi. Shiko Gent, unë nuk dua domethënë gjithmonë dhe njerëz sepse do dal në ajo. Poezia pastaj e parë që lexuam. Kur flasim liri. Okej, po i quajmë liri. Më shumë se të njohim lirin individuale, nuk e kanë për artistët. E kanë për gjithë qenet njerëzore. Ne duhet të njohim ose të kemi mirë të modeluar në mendjen tonë se kush është, po themi, ajo liria parajsore dhe ne të shkojmë drejt asaj. Jo të kërkojmë që shoqëria të vijë drejt sa lirive tona të brendshme. Sepse nëse do ishte kështu pastaj gjithmonë do kishte të pakënaqur, gjithmonë do kishte konflikt. A mund të arrihet kjo? Ose a mund të arrihet kjo përmes poezisë? Pak më parë thamë që nuk është detyra e poetit ose kënaqësia e poetit që të bëjë metafora. Thjesht metafora duhet në funksion të një mendimi. Çfarë bëjnë poetët? Po themi poetët e mirë. Jo shqiptar, po marrin botëror, të paktën në tek novelistët gati gjys për gjysma e tyre janë poet. Ata nuk thonë gjë tjetër se nëse shtrojmë pyetjen a mund të arrihet kjo. Nuk thonë gjë tjetër se në mënyrë tjetër, më letrare, më estetike, më artistike, shumë gjëra që i kanë thënë ata njerëzit e urtë para 2000 apo 3000 vjet. Bëj ndaj tjetrit atë që do dojë që tjetrit bënte ndaj te dhe mos bëj ndaj tjetrit atë që s'do dojë që tjetrit të ta bënte ty. Në kuptimin e modestisë së punës, unë di atë që s'di asgjë. Dhe nëse do ndiqeshim, po them, një lloj Bible tjetër veç asaj që ne jemi mësuar të njohim dhe një Kurani tjetër, do ishte edhe një Bibël apo një Kuran i urtësisë njerëzore, unë jam i bindur që ajo hapësirë lirie nuk mund ta quajë dhomës, se përfundojmë te burgu pastaj prap. Po ajo hapësirë lirie do ekzistonte për gjithë secilin. Lerti ishte e pafund, për gjithë secili do ta brithte, po them me kam të veta. Për aq çapa sa i takon që mund të bëjë një njeri gjatë jetës së tij. Puna me fjalën është rigoroze e autorit në çdo vepër letrare. Meqense ishim përsëri tek poezia, lutje edhe unë jo se po kam ngul, por thjesht për të shkuar më në thelb të saj, për të arritur tek misioni i saj, ashtu siç është dhe misioni i veprës letrare. A ka një mesazh i cili nuk është kuptuar apo një mesazh më shumë të cilin unë si lexues ndoshta nuk arrit ta perceptoj në nivelin që ka dashur autori? Shumë drejtë e shtron çështjen, a ka një mesazh. Kuptohet që poezia e mendimit duhet të ketë një mesazh. Ndonjëherë mesazhi është më i fuqishëm kur është i fshet, kur nuk del. Sigurisht. Kjo poezi nuk është shkruar se kodit poetik. Nuk është shkruar që të ketë një mesazh të drejtë për drejtë. Kjo poezi është shkruar që të tregoj
një model të krijuari dhe një model të jetuari. Po i kam ngurë më shumë kësaj të dytës, të jetuari. Të thash, misioni nuk është vetëm artistik. Misioni është politik, misioni është social, misioni është human. Misioni, supozojmë dhe atje ku shkojmë në spital, kuptohet që ka një mision dhe është bërë një betim, i hipokritik. Dhe kur them një model heshtje, madje nëse do t'i rikthehem pak disa fjalë kyçe, që unë thash nuk më shqetëson pse nuk rimojnë diku me njëra tjetrën. Poezia nuk është ajo që na jepet diçka në dorë nëpërmjet fjalës dhe ta përdorim të them gjuhën si shpat që bringëllin akuza dhe pret nga të gjitha anët. Dhe është jo vetëm për poetin, por për gjithë secilin që i jepet kjo mundësi. Thjesht të ketë si armë të tij fjalën. As gjëmim kordash që jehojnë oratori. As që ne të bëjmë një lloj dallimi, se ne jemi, po themi 1% poet, po marrin shi për kot. Njerëz që dallohemi dhe kemi sa përparësi nga gjithë 99% që i njerëzve të jashtëzakonshëm, që janë lexues. Por them përkundrazi, kjo është gjuha e vetme që në të gjallë zgjodha për me mecëri. Fol nëpërmjet jo tonit të lartë të fjalës, as britmës, ka mundësi nëpërmjet fjalës në letër që e përdor pak më lart. Dhe më poshtë them me një rrëfim në kish ngjason ai shumë. Le të ketë brenda këtij misioni diçka hyjnore, të mos ketë përdhosi. Në heshtje, në vetmi, me një falje hyjnore. Kur flasim, të paktën një nga ato gjërat që më ngasmon këtu përveç se heshtja apo me një falje hyjnore, është vetmia. Unë bas edhe në pas do kemi rastin ta them që bisedat më frudhënëse të njeriut janë bisedat me vetë. Me vetë. Sakt. Me një lutje pa tinguj, poshtë për shpërimës. Por ama, mesazhi kryesor del përmes distikës së fundit. Ko më mbaj në kujtesën tonë. Si një i balsamosur, vendosur brenda formalinës. Si një trup i balsamosur brenda formalinës. Një nga kur na bien një libër në dorë, gjithë secilit, një nga ato gjërat që kujdesem ta shikoj, sidomos nëse është libër me poezi, është sepse ka dy lloj poetësh, të cilët shkruajnë vetëm për veten, madje edhe kur shkruajnë për veten, për ca vogëlsira të kuptimit ndjesor emocional, ka dhe poet të cilët jetën e tyre e përdorin për shkruar për të tjerët, apo për tjetrën që është ajo që na rrethon. Dhe mua më shumë ka interesuar gjithmonë kjo e dytë. Dhe kur themi që lloji i poezisë, e cila nuk bazohet te struktura dhe te lirizmi, tek ato shqetësimet e tona emocionale të përditshme, por ky lloj tjetër, thash, parim, metaforat vijnë në shërbim të një realiteti të jashtëm, po që përthyet brenda poetit, pak a shumë është si një lloj ditari. Atëherë, po të shikojmë që gjurmë të kohëve të ndryshme, supozojmë, historirave të ndryshme, ne sot na vijnë pikërisht nëpërmjet këtij akti, por nëse poeti ka pasur këtë shqetësim. Dhe nëse them, më mbaj gjallë, nuk bëhet fjalë gjend për një emër. Bëhet fjalë dhe njerë për misionin e artistit. Për të mbajtur gjallë dhe njerë sa gjëra që ne shikojmë lloj-lloj dita ditës, vlera apo antivlera, ndonjëherë shikojmë që të njëjtën
barazi kanë në kohë pas 100 vjetësh, pas 200 vjetësh, dhe vlera dhe antivlera. Nuk ka rëndë. Janë në raport të drejtë me njëra tjetrën. Këto ne e kemi gjetur të gatshme nga të tjerët dhe pjesë e misionit letrar është që ashtu si që kemi gjetur gatshme nga të tjerët, ata do t'i gjejnë nga ne realitetin e jashtë në cilin ne jetuam. Situatat e ndryshme në cilin ne jetuam. Mirë. Nderuar shikues, do të ndjekim tashmë një biografi të shkurtër të autorit, një biografi letrare, dhe sigurisht do të kthehemi para të pyetjen interesante. Shumë herë biografit nuk na thon atë çka njeriu ndjen, çka përjeton për ditë, ato përvojat më të vogla, të cilat na çojnë tek arti i madh i mbijetesës, dhe sigurisht një ndihmëse e madhe për artin e mbijetesës dhe ekzistencës njerëzore është poezia dhe arti. Ndjekim biografin. Alfred Mehmeti lindi në 6 mars 1973 në Ersek, ku kreu edhe studimet e para të shkollës fillore dhe më pas arsimin e mesëm të përgjithshëm deri në vitin 1991, ku ai fillon dhe studimet në Universitetin e Kerem Çabej në Fakultetin Histori Filologji në degën Gjule Tërsi. Pas botimeve të para në periodiket letrar të kohës, nga vitin 91 deri në vitin 2000, ai shfaqet para lexuesit me vëllimin poetik tatuazh në lëkurën e kohës. Pas botimit të këtij vëllimi, ku krijimtaria e tij u prit mirë nga lexuesi dhe kritika letrare, ai shpalos krahas krijimtarisë prozaike në shtypin periodik, edhe vëllimin e dytë me poezi në vitin 2007 të titulluar Dyzim. Në vëllimin e parë poetik, studiuesi Agim Vinca shënon për të: "Moti nuk kam lexuar një libër të mirë me poezi, edhe aq më shumë të një autori të ri që më ka bërë për vete. Rrëfim dramatik për kohën tonë të pist, një poezi e aktualitetit të rrallë, por që me tekstin e saj shumë shtresor, ka një thelb universal. Nuk dim se i kujt profili është autori dhe me se merret, por di që ky është një libër i mirë, i shkruar nga një djalosh i talentuar, me një bagazh të gjerë kulturor, krijuar me mençuri dhe zhdërvjellësi." Pas 2 vëllimeve poetike, së shpejti pritet edhe krijimtaria e re në fushën e poezisë dhe në ato të prozës. Ka diçka të thënë në këto biografi, në këto përvoja, sepse gjithmonë njeriu, ashtu siç edhe flasim gjithmonë, është një përvojë emocionale. Është një përvojë e kësaj jete të përditshme. Dhe kuptohet, realiteti dhe realiteti artistik janë 2 gjendje të cilat vendosen përhell përballë njëra tjetrës. A ka tek ju një përvojë e cila ka mbetur e mbulitur në trurin tuaj? Përvojat janë të përditshme. Po themi realiteti dhe realiteti artistik. Jo më përir të poezisë, sepse shikojmë që edhe këtu, pak në duke qenë të vëmendshëm, ka 2 lloj profilesh artistësh. Ka të cilët në vepër respektojnë, domethënë në realitetin e tyre artistik, respektojnë atë realitetin e jashtëm, i qëndrojnë besnik, ose vende pastaj, sepse çdo më thënë nëse ne do mbeteshim besnik të verbër vetëm të asaj që na rrethon, por e përpunojnë në mënyrën e tyre. Unë kam pak problem që në këtë drejtim të jem pak më kujdesshëm, jo vetëm kjo besnikëri të paktën e pa manipuluar të pastrohet në vepër, por
them edhe artisti duhet të mbetet pak me kam në tokë brenda këtij realiteti. Brenda realitetit social. Brenda realitetit, jo, nuk më pëlqen diferencimi. Nuk e di se kush janë ato pastaj, po nuk më pëlqen që artisti të zgjedh të bëjë një jetë të dyfish. Kjo ndodh në dy anët. Po të shikosh ka modele artistësh të cilët jetojnë jetën e përditshme sikur janë pjesë e veprës, dhe ka edhe anën tjetër pastaj që brenda veprës jetojnë një lloj siç unë do duaj që mbase të paktën ose jam tek këta dytë. Nuk më pëlqen thash që të bëj atë diferencimin në shkalla apo në kate, që këtu janë në një kat dhe aty janë në një kat tjetër. Unë duaj që këto të jenë të dyja brenda një normaliteti. Meqense jemi tek ajo, pak më parë neve të situam atë konceptin e vetes së dytë, është ai uni brenda nesh, është një tjetër vete brenda nesh që komunikon përmes letërsisë, që jep atë ngacmimin poetik. Juve parazgjidhni që së pari ai të shprehet përmes vargjeve dhe më pas të bëhet pjesë e realitetit fizik? Pra, mbani për model vargjet tuaja. Gent, jo, nuk është, unë të thash dhe njerë, nuk jam me modelin atyre të cilët bëjnë jetën në kuptimin fizik, duke rojtur si në veprën e tyre. Shka është vepër për mua, është e shenjtë, është në kohën e vetë dhe ka vendin e vetë. Vendi vetë është brenda këtyre, po themi, ka pak. Pjesa tjetër ne jemi njerëz zakonshëm. Sigurisht. I bie që kthehemi prapë edhe një herë tek poezia e parë, nëse thash tek ekzistencializmi. Thash, askush nuk ka merita se është dikush apo të paktën nuk duhet i ushqejë vetes këtë lloj mendimi. Shiko se atje në rrugë midis turmës dhe kalimtarëve të gjithfashëm, i thot se unë jam edhe ai që kam edhe një shtëpi dytë veç atyre dy dhomave kuzhinë midis sa kapakëve. Dhe fillojnë pasaj me sasi autorët e 10 librave, apo 20 librave, 30 librave. Unë mbetëm gjatë gjithë kohës, thash të një lloj thjeshtësie e... Mirë, për të kaluar në një tjetër mesazh dhe në një tjetër gjendje emocionale, sigurisht do të doja që të ndaja me shikuesin e televizionit, i cili po na ndjek në këto momente, ndjekim poezinë Adeu. Atë dhe e ndryshuan emrin ton në fjalor. Tani më renditesh pas fjalëve të tilla si kurv, opium, flori dhe kuror. Ndaj, një mëngjes nuk çudite mas pak. Një grua kur shon o oborrin e saj, mitel duke nder një palë të brendshme, sajuar prej cohës së flamurit kombëtar. Atë dhe tok e mbuluar nga duna dhe kodra plehrash, vuan aryt poshtë nën tokë, që dikush ta nxjerrë në dritë dhe të shkëlqej. Këtu stinët humbën paqen e përjetshme. Me vite zgjatin dimrat, me orë pranverat. Historia këtu çmendi duke bredhur në përvarre. Grua sylotuar që s'di ç'të qaj më parë. Në tokë, vdekja çmbolli nga të armiqve farë, sot mbin heronj. Heronj në tradhtar. Çmendur nga gjithë këto edhe shkaba me dy krerë, herëherë braktis flamurin dhe arratiset në erë. Çmendur nuk janë veç gjaktarët patriot që shkabën e plagosin dhe e rrëzojnë për tokë.
Dhe rishtas në flamur, në folen e vjetër, kafshohen dy kokat e një trupi të vetëm. O tokë ku nga herë luftohet për liri, se lirin këtu e sjell një diktator i ri. Nga herë në Trikëmbësh pasi varim gjarprin, lak litari e bëjmë për të varur të pafajshmit. Mallkimi rënd mbi ju, o mbretër politikan, u bëfshi popull, o sharlatan. Poezia Atdheu është një poezi e cila në gjithë panoramën e saj të dukshme përmes vargjeve ka një imazh të gjerë social. Gjithë veprimtarinë që ndodh të njerëzve mbi këtë truall, mbi këtë tokë, i cili është dhe i përbashkët. Por un kam një pyetje pak më të thjeshtëzuar. Atdheu është njëri apo shumës? Po të shikosh, në fakt aty gjithë konflikti brenda për brenda atij poemti ndodh sepse ekziston pikërisht e kontradikta që një pjesë e vogël e shikojnë Atdheun si njerëz dhe një pjesë tjetër si shumës, apo një pjesë si shumës dhe një pjesë si njerëz, nuk ka shumë rëndësi. Po shikosh, mjetet në fakt më shumë se sa metaforike, aty ka sarkazm, ka ironi, ka një tragjikomedi, ku panorama, apo mjedisi panoramik është Atdheu, por në fakt pas Atdheut fshihemi gjithë ne të tjerët, që përbëjmë, po themi ato breznit e ndryshëm, cilët shoqërojnë këtë dhe përbëjnë historinë. Dhe jo më kote pjesa e dytë pasaj pasi jepet Atdheu, pjesa e dytë i bet një rikthim historisë. Ne jemi popull i çuditshëm. Ne nuk mendojmë se jemi sa pjesë pluri të asaj rres kozmike që quhet histori, apo të asaj komete që quhet histori. Ne arrim deri atje në mënyrë qesharake, sa themi marrim përsipër për masat e gjithë kometës dhe themi mbase historia është e grimca e vogël, që ne e kemi në dorë të luajmë atë si të duam. Ta shkruajmë ashtu si Po shikojmë, mjetet në fakt nuk janë thjesht gjën se thash, nuk e bën metafora poezinë në fillim. Shmendimi dhe metafora duhet i vihet në. Dhe kujtohet që poezia kështu nisë dhe e ndryshuan vendin tënd në fjalor. Poezia nis në njëjës me një emër të abstraguar, Atdhe, i cili në rastin konkret është pa koncept, por gjatë gjithë zhvillimit të piramidës ajo shndërrohet në shumë, sepse ju dilin mesazhin u bëfshi popull sharlatan. Pra prandaj dhe unë jo më kot ndërtova pyetjen njëjës apo shumës. Ky është edhe do kaloj atje, por më intereson mënyra si nis, e ndryshuan vendin tënd në fjalor. Është nga ato fjalët shumë të dashura për çdo lloj populli. Po që në Shqip, mbase është pak fatlume, sepse e dim që në fjalor, fjalët që fillojnë të parat janë ato që nisin me A, dhe Atdheu ton që fillon me A e ka, po themi këtë lloj deri. Por janë ndryshuar, sepse vinë ca fjalë të tjera, të cilat duhet i dalin më para Atdheut, që janë qëllimet tona, po themi pa dhe dashuri. Dhe ku vinë dhe ato fjalët tham kurb, apo opium,
apo flori, apo kuror. Dhe shikojmë që dalin ca fjalë që lidhen me qëllime të tjera të gjithë secilit prej nesh. Nuk po bëj dallime, sepse mëkatet, po themi të një popull janë të njëjta, si për atë që gabon dhe për atë që shikon dhe le dikë tjetër të gaboj. Në lidhje me atë dheun. Dhe nuk dua të merrem me vazhdimësinë, do dal atje tek ato dy vazhdet e fundit. Mallkimi rënd mbi ju mbretër politikan. Këtu mbase bëhet një lloj diferencimi. Pra, mallkimi rënd mbi ju mbretër politikan. Fjala mbretër dhe politikan shoqërojnë njëra tjetrën, tregon, po themi, ande nga vim 3, 4, 5 shekuj më parë, dhe sot nuk i quajmë mbretër politikan, s'ka rëndësi. Është e njëjta gjë, ka ndryshuar thjesht emërtimi, forma është po e njëjtë. U bëfshi popull o sharlatan. Ne na dhem pa dheu, po aq sa nëse do mendojmë se atë dheu do kisha shpirt i dhimbsemi dhe ne. Dhe pikërisht pjesë që aty citohet popull, të cilët në emër të kurizit apo në emër, po themi, të disave që shumicë dhe vojnë kuriz të tyre atë që duan ca privilegje në kuptimin e lidhjes, po themi, atë dhe individ, po themi, përfitojnë, shkaktojnë gjitha ato plagët e më radhë. Dhe mallkimi, po ta shikojmë dhe njerë, nuk është nga ato mallkimet që ne jemi mësuar të dëgjojmë. Zbrisni njerë, nëse zihet pak më parë fjala afron dhe kuror, zbrisni njerë në afronin, zbrisni njerë në kurora, ky është mallkimi. Roni njerë me 30.000 lek, 40.000 lek asistencë, sepse nga kjo lloj pale dëgjojmë ditë për ditë për një Shqipëri shumë të lumtur, për një Shqipëri që bëjnë lidhjen me të djeshme, nuk është si e djeshmja, por po mbetemi tek e sotmja. A është ajo Shqipëri, po themi, një lloj, po marrim një adhe tjetër si adheu i amerikanëve, a është si adheu i gjermanëve, a është si adheu i francezëve. A ja vlen të luftohet për këtë adhe? A ja vlen të luftohet. Ne, midis pjesëve të cilat janë për të qortuar dhe pjesëve të mira, ne kemi treguar gent që edhe nëse adheu jon, po themi, ka pasur lloj anormalira dhe çmendurira brenda vetes, ne kemi treguar dhe pikërisht kjo lloj shtrese, cila nuk ka marrë asgjë në adheu, nuk ka hezituar gjatë gjithë kohës që të jetë e para për të mbrojtur asgjën e vet. Ç'është poezia për ju, Efremi? Thash gent që është një nga format e shprehjes. Nga format e shprehjes të cilat ne i shikojmë të gjithë se kushën, gjithmonë mbetemi edhe njerë të titulli i librit dyzim, me që kemi këtë. Se kujt i kushtojmë më rëndësi të ky njeri i dyzuar, anës jashtme, fizike apo anës brendshme. Se nuk besoj se dhe njerëzit të cilët i kushtojmë mendje anës jashtme, nuk kanë aftësitë e tyre dhe nuk gjen mënyrat e tyre shprehjes. Dikush veshjen, modën, makina dhe ndryshme, kurse në aspektin e brendshëm poezia është një lloj dëshmie, një lloj, po themi, bën atë dallimin. Unë jam pjesë e një kohe të saktuar. Një lloj thyre mentalitetit që njeriu duhet t'i mbaj gjërat vetëm brenda vetes. Një lloj komunikimi. Forma ndryshme të komunikimit kemi, po themi, ti shikojmë media, gazeta, jemi një popull llafazan. Po ti shikosh lokale të rim plot,
të mos sapet një temë e caktuar dhe mundësisht një temë Sepse që gjithë jo janë që na marrin përket pjesë. ne, jo që na përket ne. Qartë. Një temë që u përket sa të tjerëve se si bëjmë ne ta shikosh. Gati jemi të Gjykatës, japim argumentet tona. Hetuese me radhë. Është thjesht një mënyrë komunikimi. Një mënyrë komunikimi. Mirë, mi thoni shumë e shkurtër, e Brodskit më vjen ndërmend që thotë është komunikimi më i sigurt. Ndoshta mbetet më i sigurt se sa një mik, një shok apo e dashura. Unë e kam veçuar dhe e mbaj pothuajse gjithmonë në mendjen time këtë ligjërat, e cila me të vërtet vjen kaq këndshëm dhe kaq bukur. Është komunikimi më i sigurt. Së pari edhe nga ana psikologjike, poezia lind si diskutimi i brendshëm, si një nevojë komunikimi të brendshëm, apo jo, e vetes tonë me atë veten sociale. Pastaj me gjithë gjindjen e madhe sociale, por edhe së dyti ajo është cilësisht është dhe më e mira apo jo. Kuptohet cilësinë e ka sepse ka përbrenda ato që ne i quajmë mjete figurative. Po themi gjen shtrëzimet e një komunikimi të jashtëzakonshëm. Dhe nëse folëm pak më parë për një leksik apo për një tekst të jashtëzakonshëm dhe të zakonshëm, një nga përparësitë e asaj që ka thash pak më parë që unë i kushtoj përmendje përmbajtjes së sepse të jashtëzakonshme ta e përmbajtje. Mund të jetë me rima, mund të jetë, po themi me metrik dhe teksti është i zakonshëm. Nuk ka vlerë. Mirë, po të jetë se do t'i referohemi, sepse më rikujtove të njëjtun temë, por duke qenë që ligjërata juaj ishte shumë entuziaste që paru, nuk po doja ta ndërprisja. Por në qoftë se do t'i referohemi formalistëve, thonë që vetë forma është përmbajtje. Gent, nuk dua domethënë gjatë gjithë kohës që për t'i rëshqitur situatës, sepse edhe mund t'i ngëlloj kështu, t'i gjej tek historia e letërsisë, pastaj t'i gjej mbështetje. Midis atyre gati 50 nobelistëve që kanë shkruar poezi, nuk gjen asnjë rast tjetër veç Tagorës që të ketë shkruar t'i kushtoj vëmendje formës. Të gjithë t'i kushtojnë vëmendje përmbajtjes. Po t'i shikosh t'i gjithë jam poet, po themi dramatik, dhe nëse do themi edhe nëse kanë nota të çelta, ato janë komike. Po gjithmonë shoqërohen me atë që thash tragjikomedi. Kështu që o do japësh efektin, po themi, nëpërmjet atyre që ka thënë, muzikalitetit rrim që të na kuptoj teleshikuesi, thjesht krijimi i ca efekteve në kuptimin e muzikalitetit poezisë të melodisë. Kontrastuese, por ajo ritmike, çka trajtojnë na muzikore. përmbajtja, çka trajtojnë na përmbajtja, është një lloj nëse do marrim një paralele në muzikë. Trajtimi i notave të errta na përmbajtje. Po themi një ditë kortezhi apo një ceremoni funebre. Kënga që na pëlqen më shumë neve, supozojmë në ana e muzikalitetit, po ma një këngë kot, është o 25 gësheta. Nuk i shkon do të këngë sa do e bukur të jetë në muzikaliteti atë ditë, po themi asaj ceremonisë funebres e të gjithë do t'ja plasin gazit pasaj që është ky i shmendur që po na sjell këtë. Dhe po të shikosh kjo lloj poezie, po themi varet se çfarë trajton. Po marrim, supozojmë, do marr ca poezi të Ricosit. E dua kryesisht për pjesën e tij të dokumentuar jo më në kuptimin artistik, kuptimin historik. Është cikli i poezive që ai tregon në internim. Nuk mund të shkruhen me rimë ato lloj poezish. Ato do shkruhen ashtu bardhë siç i ka shkruar Ricosi gjatë atyre, po them më shumë se sa 10 vjetëve të erë paseshme që ai ka kaluar në internim. Nuk mund të shkojnë, supozojmë,
dhoma e internimit apo Bjeruca, ditët e rënda të punës në kurore, momentet shlose, po themi gjatë netëve duke luajtur letra, e nesërmja që këdhijet me plurin, tavolinën e plurosur që përsëri ka zënë plur mbi letra, me kutit e konservave, me vajin e mbetur në kutit e konservave, me miun që ka lëpir aty, një seri mjetësh dhe detaje të cilat pasurojnë shprehësinë poetike. Me miun që ka lëpir vajin e mbetur aty, dhe kur s'është ngopur, thot, dhe çdo të anë kokat tona gjem nga një kryq ka vajtur kangren dhe flokët e tij internuarve. Apo me Janusin supozojmë, i cili ka dalë zbathur, një ditë të bukur, nuk si ka veshur, po themi, këpucët e veta, sepse ka gjetur që aty një qip zojsh kanë bërë folen dhe s'do t'u prish rehatin atyre zojshve. S'do t'u prish lirin që bashkosit e tij dhe pjesa, po themi, e prapambetur e popullit, ja vodhi këtë lloj lirie ricosit vete me radhë. Fredi, do kaloj një pyetje tjetër. Me shkrimin e poezisë, juve shkruani poezinë në mënyrë sistematike dhe shumë të tjerë. Kuptohet, prurjet letrare në letërsinë e sotme janë të shumta, por unë do doja të dija, përfiton individi nga shkrimi i poezisë apo përfiton thjesht ai që e merr mesazhin lexuesi, veta e tretë? Unë e shoh poezinë si një luks. Shmirë që të paktën poeti të ketë intuitën që këtë lloj pyetje t'ja bëj vetes dhe për të bërë një pak. Nëse unë shkruaj për vete, apo shkruaj për të tjerët. Sepse po të shikojmë ka poetë të cilët e mbrojnë fort në të gjallë veprën e tyre, pavarësisht se ata thash kanë shkruar për veten e tyre. Mirë është që të shkruhet, po themi, për atë që është shqetësim i të tjerëve dhe ti e pjesë e kësaj, e këtij shqetësimi. Dhe kur fola pak më parë që mos bëj fjalë, mos gaboj, në pyetje bëhet fjalë për kënaqësi dhe merita. Unë them poeti ta është mirë ta zhvesh vetën. Thjesht, po themi, krijimi i një realiteti i cili i vlen, po themi, lexuesit, njerëzimit. A do ndeshen, po themi, këto shtresa në një numër, po themi, të kënaqshëm për poetin, apo janë një pakicë. Po të shikojmë, madje midis poezisë dhe prozës, jo se e them unë. Të gjithë studiuesit, kritikët, thonë që poezia është më e vështirë për të kuptuar. Po themi, poezia e mirë. E qartë, mban një seri kodesh, ka koncepte të abstrahuara të cilat nuk i konceptojmë dhe nuk i rrokim dot nga jeta e përditshme dhe nga përditshmëria. Ka një gjuhë të fshehtë, ka alegorinë. Qartë. Ajo që ndron një tjetër nivel. Mirë, do të kalojmë tashmë në një tjetër poezi, është poezia Pjedestalet shëmbura. Tërmet. 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 Dridhje, lëkundje, shëmbje. I qartur zbres një pal shkallë dhe zot. S'pas ka kur far lirishte. Kur far hapsire në qiell të hapur të më shpëtoj prej të tillë tërmeti. Statuja jote shëmbet brenda meje dhe unë s'bëj dot kur gjë për ta ndalur. Çmendurisht ende ekzistojnë lidera që urdhërojnë të bombardohet një qytet i tërë, pa u shkuar në mendje se në njërin nga sheshet madhnohet shtatorja e tyre vet. Ende ekzistojnë
hidhnak të zemëruar, që shqyej një album të tërë fotografish. Pa ditur se në mes të 10 fotove të coptuara, ndodhet edhe vetë fytyra e tyre. Ende ekzistojnë miq të cekët që shiljetojnë për vdekje në zemër. Pa qua në përmend se brenda asaj zemre shinjestrohet vetë statujza e tyre. Shoqëm poezinë pjedestale të shëmbura. Duket që është një duel i fuqishëm midis marrëdhënieve ndërpersonale. Ndoshta nuk është ky mesazhi i poezisë. Kujdesi me gjuhën, kujdesi me fjalën, kujdesi për raportet miqësore dhe shoqërore. Doja pak fjalë mesazhin që keni dashur ju të përcjellni përmes kësaj poezie. Varet se si shikohet jeta njerëzore. Unë nuk mendoj se gjërat janë kaq thjesht. Unë dhe jeta ime. Apo ti dhe jeta jote. Brenda nesh ka nuk dihet se sa jetë të tjera. Varet aq sa të kanë krijuar ty rrethanat që të rojnë brenda te, të rojnë brenda me, sikur dhe jeta tonë është pjesë e jetës së dikujt tjetër, gjithmonë flasin për anën e brendshme. Është mirë që këto gjërat kemë parasysh dhe të mos thyen. Është mirë që të kuptojmë që çdo lloj gjë që bëjmë, po themi, brenda kuadrit të marrëdhënies, ndaj dikujt, nëse do ecim sipas saj mendësie që thash, që ne jemi po aq dhe pjesa atij tjetrit, por jemi ne. Atëherë më shumë se ja kemi bërë dikujt tjetër, ja kemi bërë vetes. Po them në kuptimin aktiv, jo në kuptimin pasiv. Nuk bëhet fjalë më për shoqëri, në kuptimin e gjerë, apo trajtuan fjalën popull, pak më parë. Brenda kësaj shoqërie ka ca shtresëzime ku ne për arsye të ndryshme jemi pjesë e njëri tjetrit. Sigurisht. Ne kujtohemi gjithmonë të themi, ose pse ndodhi kjo ditën kur përzihemi me shelma, në kuptimin figurativ nga dikush. Në kuptimin racional thuaj. Po nuk mendojmë se ku dhe këto janë ca fatkeqësi, do në njeriu është pak egoist. Gjithmonë i prirur për t'i dhënë të drejtë vetes. Nuk i kthehet gjithmonë. Për të ishte edhe mesazhi i poezisë tuaj që ka diçka në të cilën ti askujt nuk i bën dëm veç vetes vet. Më ngjason me një mesazh të kanunit, i cili thot veç me veten janë gjak. Shiko, unë jam i bindur që shoqëria kur nuk do kishte ato lloj probleme, po themi në kuptimin konfliktuar, që ne shikojmë në çdo lloj shoqërish, nëse raportin e parë paqësor njeriu do ta kishte vendosur me vetveten. Nëse do kishte vendosur paqen e përjetshme në kuptimin e përkohësisë së jetës së njeriu, sepse edhe këtu ne jemi prap pak egoist, flasim gjithmonë e përjetshme për jetën, harrojmë që kjo është një grimcë e vogël e përjetësisë asaj vazhdimësie. Nëse do kishte vendosur, po themi pikërisht këtë marrëdhënie paqe, jam i bindur që me gjithë pjesën tjetër marrëdhëniet do ishin sjellë më mirë. Mirë, Fredi, udhëtimi në përvargje dhe udhëtimin për mesazhet poetike, duke qenë që ne njëkohësisht jemi pjesë e jetës së përditshme e këtij realiteti që na rrethon, edhe sigurisht dhe realitetit artistik. Do doja tashmë të kaloj pak tek ky realiteti që na rrethon, tek kjo e përditshmja jon që është e ngërthyer me teori, me ide, me mesazhe, me njerëz të rëndësishëm dhe njerëz pa rëndësishëm, me vlera dhe me antivlera. Çka mund ta çonte në vend vetëm ajo që quhet kritika letrare, studimi i mirëfillt i letërsisë. Do doja të dija për nga juve mendimin rreth kritikës letrare. Çfarë ndodh sot me kritikën letrare? Nuk e di nëse do ishte me vend që t'jepja të njëjtën përgjigje që diku tjetër, në një studio tjetër, ma bën
drejtuesi i emisionit Njëjtën pyetje, ku me të qeshur i them që nëse sot kritikës letrare në Shqipëri, ose më falë, nëse sot letësisë shqipe i nevojitet një kritik, së pari kjo kritik nevojitet për vetë kritikën letrare sot në Shqipëri. Nuk është shumë e vështirë gjend që ta marrim e ta shikojmë një poezi apo një poet apo të një kohë të caktuar se si funksionon ana e vlerave strukturore, varet se çfarë i ka vënë kritiku për sipërvetes, apo në ana përmbajtësore. Puna është se nuk po krijohet një kod vlerash. Edhe nëse ekziston në mënyrën më të keqe një kod i këndvështrimit spontane, sporadike dhe në mënyrën spontane. më të keqe të trashëguar. Madje edhe ato pak vlera që mund të ishin në kuptimin e asaj çka quhet e trashëguar, po veniten dhe po veniten. Dhe nuk po krijohet në mendësinë populli është si individ. Çdo popull ka kulturën e vet. Individi bën diçka në jetën e vet ku mungesën e asaj që nuk bën e bën një individ i dytë dhe një i tretë dhe një i katërt dhe një i pestë. Dhe ne si popull në kuptimin e individit të kulturës sonë nuk mund të mbanim, po munduam në fakt mbase edhe më shumë se një, dy, të mbanim kungujnë sjetull, po kaq dy në kuptimin e gjithë zhvillimeve kulturore, duke futur dhe ato letrare. E dim rrymat, folëm pak më parë ekzistencializmi, folëm për ca forma të tjera letrare, forma të tjera komunikimi, nuk i bëm. Pas 90-s ka tentativa, ka urvajtje. Por këto mbeten të paorientuar. Mungon, po themi përfaqësimi i kritikës. Vazhdoni shikon mbase me një lloj armiqësie, sikur ndodhte para 90-s. Para 90-s ish marrëzit kuptosh që kjo ndodhte për arsye politik. Ai nuk shmoj si shkrimtar apo poet i mirë dhe i keq, po shmoj si revizionist dhe jo socialist, kapitalist dhe jo socialist, sepse bënte deformimet e ndryshme. Që të kuptohet, jam referuar shpesh që të kuptohet se shndodhte në letërsi, në poezi, në prozë, jam referuar Picassos. Mos kishte një paaftësi më të madhe edhe se sa ajo fëmijërore e një fëmije kopshi që Picasso bënte ato lloj, po themi, manipulimesh, deformimesh dhe mosdhënie të realitetit në portretet e tij? Jo. Kishte një qëllim të caktuar, po themi, estetik, artistik, dhe në kuptimin e mesazhit. Por ama duhet një kritik letrar, duhet një kritik estetike. Ai të gatshme bëhet fjalë për Parisin që s'kish se si të mos e gjente, po thuaj të gatshme, të përgatitur. Mos ndoshta kritika funksionon edhe në bazën e klaneve, grupimeve të caktuara shoqërore, të cilët marrin, ngren, vlerësojnë autorë dhe poet. Madje në një shkrim të lexuar diku më parë, për fat keq nuk kujtohet autori, thuhet që në një shkrim publicitar për autorin flasin fjalë më të mira për vlerën e tij estetike, për gjithçka që ai mund të ketë prur, madje e kemi të ilustruar edhe me vargje, thotë, vargje që në mënyrë të çuditshme nuk i gjejmë në libër. Kjo është ana e dytë pastaj. Unë doja të merresha me thelbin e fjalës kritik. Kjo është ana e dytë që unë do ta quaj ana morale e kritikës. Ose moralitet. Moraliteti është sinqerisht për t'u gajasur dhe për të vënë duart në kokë. Se si ato paragraf apo faqe të tëra që ata ja mendsojnë se mund të jenë kritik, nuk janë gjë tjetër për i mirë publikuar, duke menduar se një nga këto mirë publikime është ajo e ashtu quajtura që ata që e shkruajnë mendojnë kritik. Nuk dua t'i futem më pastaj
asaj që ka ndodhur në kuptimin e klaneve, sinqerisht, nuk më intereson që poeti, shkrimtari mundohet të bëjë dhe rolin e studiuesit dhe rolin e kritikut dhe kuptohet që nuk heziton, nuk i kushton një bilet, po themi 1.000 euro apo 2.000 euro, që të shkoj dhe t'i gjej vlerat atje ku janë, supozojmë nga një shqiptar i Greqisë të kaloj në një shqiptar të Kosovës apo një që jeton në Amerikë nëse ka vlera direkt, se nuk pret bilet, nuk i kushton gjë. Thjesht i bie libri në dorë, sot mundësi votimi me pavarësisht se janë të pakta ka për të njohur veprën e gjithë secilit, fare mirë mund ta bëj atë shkrim. Pa i kushtuar asnjë lloj gjë. Dalim pikërisht tek ajo ligjërata juaj ku nisët juve në fillim. Rrethi i atyre që janë atje në Greqi. Për ata shkrimtarët dhe poetët e mirë ekzistojnë vetëm aty, sepse ndikon njohjet personale, fizike dhe kritika na konsiderohet sot si një kthim derësh. Që shiko, kur unë ta bëra nderin ty dhe ti ma kthe nesër. Me radhë. Unë nuk mendoj, pavarësisht se ne kemi edhe një nga teoritë e fundit është ajo kritika pozitivist, që libri shikohet me pozitivitet. Por nuk mendoj, mund të jetë shumë i mirë, po themi në kuptimin estetik, se si është ndërthurur dhe artistik, por nuk besoj se nuk i gjen dot dy njerëz me të njëjtën mendje. Dy poetë të cilët mendojnë një lloj rreth të njëjtës temë, rreth të njëjtës çështje dhe mundojnë që ta shtrojnë këtë rreth brenda, po themi, estetikës dhe kodeve të shprehjes të njëjta. Kuptohet kanë se dallime. Dhe këtu ka një hipokrizi. Domethënë ajo kritika është një lloj si një fotokopje e mendësisë së poetit. Atëherë plus shtohet edhe ca lavde që poeti s'mund t'ia bëjë dot vetvetes dhe kthehemi edhe një herë tek poezia për ekzistencializmin që e nisëm së pari emisioni sot, ku thash aty ka më shumë një model krijues se sa ka se çdo ndodh me krijuesin apo me krijimin. Ka një model krijues që është modestia, është sheshtja, është vdekja brenda jetës. Nëse do ketë jetë brenda vdekjes, është punë tjetër. Këtë nuk e di as ti për atë shka shkruar, as unë për atë shka shkruar. Askush. Mirë, do të kalojmë tashmë tek poezia e fundit, cilën kemi përzgjedhur për sot. Poezia, ta ndjekim. Mirë do të ishte që poezia si bimët të gjallonte, si pemët. E atëhere, qartë, t'ja dallonin shtatin prej agrumesh të kopshtjeve pa fund mesdhetare. Plot petale dhe fruta, plot fole, e cicërima zojsh në përdel. Edhe gjithashtu, po aq qartë të dallonim atë racën tjetër të drurve, që ngaherë i rrëzojnë kokrat e veta, e që s'tin të lidhin veç se lëvosh gafyle. Trungje vrimuar dhe gjethe shëshitur, ku gjallon një perandori mizash dhe qimkash, e ku në vend të foleve, në përdeg, varen mitrat që s'ka bardhat të vemjeve. Mirë do të ishte që poezia si bimët të gjallonte, si pemët. Shtatin t'ja dallonin qartë dhe kur më kallamat mendje lehtë, mos merrnin guximin të dilnin përpara atyre kokulurave kallza. As edhe drurët po aq shterp
si vetë shkurrët dekorative artificiale, as edhe drurët po aq shterp, kur më përpara mos u dalin pemëve që për hatër të kokrave e të frutave s'ngurojnë të thyejnë as degët e veta. Pra, ishte një analizë edhe një refleksion rreth asaj çka juve vetë dëshironi të ndjeni përmes konceptit poezi. Do ta quanit veten poet i mendimit, poet i imazhit, poet ekzistencialist, surrealist, si do ta përcaktonit veten tuaj? Kuptohet që s'pari unë nuk mund ta shkruaj një poezi nëse më ngacmon një metaforë. S'ka rënë si krahasim, apo epitet, apo çfarëdo lloj figure tjetër. Nëse nuk më ngacmon një mendim, unë nuk mund ta shkruaj. Atëherë këti mendimi fillojnë dhe i vishën, po themi gjithë ato që i quajmë mjete figurative. Po të shikosh në të rësi librin, pastaj qofte librin e parë, ka, po themi, poezi të cilat janë edhe brenda traditës, klasikës, sa i përket formës. Kuptohet që në përmbajtje, jo, jam i kujdesshëm që të mos them diçka që të tjerët e kanë thënë. Por dhe mënyrën që pak a shumë ka arritur në vjetërin, shekot që ta them jo unë, për gjithë secili. Besoj edhe ti në krijimtarin tënde e ke kaq kujdes. Unë them që së pari sa i takon përmbajtjes, poezia është një kristalizim, një lloj siç ndodh, po themi në një tablo, ku kemi një komunikim, le të mos jetë tablo, po themi, e një shoqëri, le të jetë një pesazh. Edhe brenda pemëve, po themi rrugëve, shtëpive, brenda është vendosur një lloj komunikimi. Kodi pastaj artistik të lejon, nëse ja vendos vetes apo ke një ngacmim të tillë që të arrish të deshifrosh këtë lloj kodi. Nëse se ke këtë lloj intuite, pastaj kuptohet do jesh armik i përjetshëm me librin që folëm pak më parë dhe mik dhe shok me internetin dhe me Facebookun apo me telenovelat. Kurse sa i takon pastaj asaj që thamë së shprehjes artistike që mund të jetë surrealizmi apo hermetizmi apo skarënsi. Rryma pafund të cilat kanë dalë me parimet e tyre estetike. Kjo ta tregon më së miri. Edhe me këto rryma unë po mbetem gjithmonë dhe njerë brenda strukturë dhe anës artistike. Sa i takon mendimit pastaj, unë madje po të shikosh çfarë ndodh sot në Shqipëri, ndodh që në rregull nuk dinim rimat, dinim metrikën, nuk dinim metaforat. I mësojnë dhe metaforat. Ka kaq shumë metafora agent. Jam i bindur po të bëhet një lloj konkursi midis popujve të ndryshëm të Evropës mbase për momentin kur na zuri halli, sepse na i ndaluan që t'i përdorin në mënyrë të lishme, mund të jemi, po themi, letërsia që ka poezin më me dendësi metaforike. Puna e se sa ka mendim. Kurse po të shikosh poezit, po themi, po marë polakët kanë poezi të madhe, supozojmë, edhe në mendje tani. Kanë edhe nobelistë, madje dy në këto 30 vjet ndër nobelistët janë dhe Czesław Miłosz dhe Szymborska, janë polak. Po thuaj nuk ka kurfar metafore. Çfarë ka? Ka paradoks, ka ironi, ka sarkazëm. Ka poeti i cili tallet me veten e tij, po pas vetes së tij fshihet dhe çdo lloj polaku tjetër supozojmë te Szymborska. Dhe poeti është përfaqësia e kohës, nuk shterojnë kur mjetet, po themi, të cilat të tregojnë është pak a shumë toni i gëzuar lirik dhe epik. Nëse po zgjedhim të shkojmë, po themi, në një ballo apo në karnavale, tjetër kostum na duhet në ana e asaj që ka thamë surrealizëm, hermetizëm e me radhë. Nëse po shkojmë diku në spital,
na nevojitet një veshje tjetër dhe jo ajo lloj që tham pak më parë. Mirë, po vim në minutat e fundit të emisionit. Kuptohet, kemi përcjell tek shikuesi imazhin poetik, vizionin poetik të poetit Alfred Mehmeti. Fredi, keni një mesazh të drejtë për drejtë për shikuesin e televizionit Apollon nga kjo studio? Thjesht Gent, jo më për shikuesin, por për lexuesin brenda shikues. Do doja thjesht të përcjella një mesazh që edhe ky mund duket pak i fshet. Jo kudo atje ku shikoni se ka pa kuptimësi, apo nuk arrini të kuptoni, jo gjithmonë do t'ja vëni fajin Tjetër. asaj çka nuk kuptoni. Shikoni se faji mund t'jetë brenda vetes. Pra, tek thënia e madhe e Do Aristotelit, një sepse vetvete, sot apo jo? përdore shpreha që poezia nuk lexohet, madje edhe na ata që unë i quaj tregtar çunçakizash janë botuesit tanë shqiptar. Proza pëlqej dhe poezia nuk pëlqejet. Mirë do ishte të shtroj proza kuptohet dhe poezia nuk kuptohet, dhe kështu do përgatisnin, po themi, lexuesin e aftë që të arrinte dhe të kuptonte kodet e poezisë. Po kuptohet kodet, kuptohet që është një lloj si ndodh me ato dyert, të cilat janë me kode, me numra, me radhë. Duhet me patjetër Se cila ka natyrën e vet specifike për të hyrë pastaj në një tjetër botë që është bota e artit poetik, elita e të gjitha arteve. Shikues nderuar, ju falenderojmë që qëndruat me ne në studio. Në studio kishim poetin Alfred Mehmeti. Fredi, faleminderit që ishit sot në studio për gjithë shikuesit. Faleminderit për urgjentin. Faleminderit dhe urime. Urime dhe juve. Sinqerisht. Suksese.